Pra nuk po shohër ma që këtu ka interes nga nga lëvizjave të vendosje për zgjedhje. Shoh, zero, dhe monën mend, me zër kanë me quve të vendosje në zgjedhje nëse shkohet zgjedhje. Me zër. Kanë me quve të vendosje në zgjedhje? Nëse e qojnë zgjedhje me zër kanë me quve. Nuk kanë me quve se ajo po dënë. Nuk kanë me quve se ajo po dënë, dhe Partisë Demokratike të Kosovës janë gjejë vetëm një meri që ka thonë çka po shkojmë zgjedhje. Edhe ja ka hu lëvizjes së vendosjes atletën se kanë çfarë ata më kërstu, edhe me këto po tutën, që veç na po thojnë për zgjedhje. Ata thonë jo, çaj po shkojmë ata. Edhe realisht kërkush sa kajtutët i tha o Daut Haradina, Ramushi shkojmë në zgjedhje mos tani. Domthon, nuk ka tutët kërkush mo për kësaj pune. Mirën vesh, mos ta mbajnë peng. Me këtë më marr vesh o Sadri? Jo, për shkurjen zgjedhje mojnë. Një marrëveshje politike dhe për brenda javës mojnë me. Nuk besoj që ka me qenë lehtë marrëveshja me lëvizjen vetë vendosje për shkuar në zgjedhje. Nuk besoj që ka me qenë lehtë. Nështë mas vështire. Që ato e thash, mas vështiri ka me pas, ka me qenë më marrë vesh me lëvë. Sigurisht. Shkak dinamikave të brendshme. Ka sigurt. Ato s'hina heqone, po. Shkak dinamikave të brendshme qenë të jashtëzakonshme. Po. Qyre, lëvizjes vetë vendosje... Aty jo të ekspedit. Dhe normal që lugë është. Ja, se di. Se e ka e në gjithë dorën, që se lugë ka pak. Pjani ma ka pak e kështi dorën ka thonë, e ka përzin që aty dhe pak. Lugë, s'ka profesori informata që është kjo... Profesori ti kalzojme ishtë të smira. Ma me jashtë ma shumë. Profesori pozitiv të i kalzojme ishtë të Thonë që Lugi ka punë vetë vendosja mrana. Disa kanë qef, Visari ma, ka qef. Ja, sta Visari. Astriti e tha. Jo dhe Visari me dhimbje, po folë. Vesh ma gjunë mu që shtë. A i bon sen. A folë hesh. A po thu që së qashtu? Shiko, aty ka energji pozitive shumë atë mëdha se sa mund të mirët me mend. Ajo shkone të mirë të demokracisë, besoj. Fryme aktivistëve, këta i dinë se kanë qenë aty, rinë gjallët e relativisht shpejt. PDK-ja din këte. Të tjerët nuk e njohin atë frymë. Dhe mundësia reale është që të shkohet bile s'paku me plus 2.5 dhe 3% më shumë. Se sa në zgjedhjet Se sa që kanë qenë. Pse? Sepse kemi të bëjmë me sa përqind ka qenë akronisma bashkë. Sa përqind ka qenë bashkë. 8 deputet dhe 6 pikë diçka, po. Ku shkojnë këto? Këta s'mund t'a kalojnë pragun, veteve. Dhe herën e kalume ka thonë s'mund t'a kalojnë pragun, dhe një ma vëdhe, ja po shtubimin në vështëre, ja po shtubimin në vështëre, pe ka neshin pragun. Ata në vështëre ma zi janë... T'jemi të sinqert, a këne shpëtoj nisma, se po mos t'ishte nisma në koalicion, nuk do të shkëtë. Ka dalë Sadri, kë nismë ka thonë se kalojnë pragun. Jo, kam thonë që rezikojnë të mos e kalojnë pragun. Ja pe kaleshin, që është ma boj pe kaleshin, rezikojnë të mos e kalojnë. Një të bimë në vështërej. Jo, këtu ka qenë Dauti dhe a tjetëri, rezikojnë të mos e kalojnë. Mirë po e kaluën. Qështja është se atjere përshka kishtë energji tila, sidomos të PSD-ja, unë e njoh elektoratin e PSD-s, ata i kanë pas mbi 25.000 vota, që është e vërteta. Shikojnë i merën e studione, kush ka fitu në cilin vend ma shumë. Nisma Socialdemokrate. Besoj që i ka pas 25.000 vota, po shkallën si e pa. Ju më falë, Nisma. Socialdemokrate, po dhe me thonë, Nisma Socialdemokrate. NSD, po. Dhe Alianca, për shemull, Fatmi Limaj në Deçan si ka fitu s'dip shumë pak një grup vota për dallim prej Ramushit që ka në Malisheve tjerë. Mirë po, ata kanë fitu relativisht mirë edhe në Prishtinë, Nisma. Ju e dini që ata kanë edhe një asamblist, kanë edhe një grup relativisht mirë këtu në Prishtinë. Po, ka në Prishtinë. Po, bre, po. Filin do këtë 3 koka ja. Edhe divizja për bashkim e ka pas, e ka një pjesë bashkëqeverisjes ma djemë Prishtinë. Ja morëm fjallë. A, shene,